Nga ky muaj, qytetarët që përdorin 2 linjat e autobusit, Kamës-Tiranë dhe Paskuqan-Tiranë do të paguajnë më shtrinjt biletën e autobusit, por dhe abonet. Bileta e autobusit nga 400 është rritur në 500, gjithashtu ka pasur dhe një rritje për abonet. Por, a janë dakord qytetarët me këtë rritje? Po ku i përballojmë dot ne mojzojnë neve Me 70.000 lekë pension. 70.000 lekë pension. Analizat që kapin nuk na i bëjnë për mushë 70 vit, shkon ngremin. Ku do shkojmë? I kanë më i për të gjithë. Ne ku t'i gjejmë t'i ulim gjërat, jo t'i ngrem. S'ka ndiku bashkëballë, që na kanë marrë në shafë ne këto. Po, Ka ndikuar. ka ndikuar Sa? Është rritur 100 lekë, përballonit dot? jo, si rregull jo, se ka gjitha të rrit. Kam 80.000 lekë vjetra pension. Jo, se përballojmë dot. Me çmimet që janë këtu në Shqipëri, si e përballon dot? Ju ustoni shpesh? Unë jo, po ka plot. Janë fëmijët tanë si udhtojnë për ditë. Nuk është i drejtë. Si është i drejtë? E drejtë 500 lekë bileta. Po si s'ka ndikuar. Si po apo unë pa pension të ulta është të gjanë. Si s'ka ndikuar, gjitha, po thëmë. Ka ndikuar. Nuk është e drejtë, unë si pensionist, nuk është e drejtë, Tirana e ka biletat falazi, nëse na kom se keme lekë. Ju jeni pensionist? Po pensionist jemi. Si e përballoni me bilet apo me abonet? Si Me veproni? abonese me bilet s'del gjë. Vendimi për rritjen e çmimit të biletës u miratua nga Këshilli Bashkiak i Kamzës në mbledhjen e 26 tetorit dhe hyri në fuqi në 1 nëntor. Kërkesa për rritjen e çmimit u dorëzua nga operatori i linjës, që depozitoi pranë Drejtorisë së Transportit të Bashkisë Kamës, një kërkesë për rritjen e tarifës të mbështetur me analizë të detajuar të kostove dhe argumenteve ekonomike. Më pas, Këshilli Bashkiak i Kamzës, pasi shqyrtoi kërkesën, miratoi vendimin.